Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka pas miratimit në unanimitet të plot të projekt buxhetit për vitin 2026 falenderon të gjithë këshilltarët për pjesëmarrjen në këtë mbledhje, por edhe miratimin e këtij projekt buxheti, i cili është shumë i rëndësishëm për Bashkitë e Qarkut të Vlorës. Në një intervistë dhënë për televizionin 6+1 Vlora, Moçka falenderoi këshilltarët, ndërsa theksoi se ky buxhet do të promovojë edhe kulturën dhe traditën e bashkive tona. Por një vëmendje veçantë sipas tij do t'u kushtohet investimeve në infrastrukturë dhe nevojave që kanë Bashkitë e Qarkut të Vlorës. Në fakt ka përfunduar mbledhja e Këshillit të Qarkut dhe është miratuar buxheti me unanimitet. Falenderoj për këtë gjithë këshilltarët nga të gjitha Bashkitë e Qarkut që morën pjesë. Si buxhet ne vazhdojmë me të njëjtën filozofi ku përpiqemi të jemi prezent në çdo bashki të Qarkut tonë, si nëpërmjet promovimit të kulturës, traditës dhe festave tipike tyre, po ashtu edhe nëpërmjet investimeve. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka tha se 65% e buxhetit e zën investimet. Ai thotë se janë ulur shpenzimet operative për t'u dhënë më përparësi investimeve. Këshilli i Qarkut sipas Moçkës do të jetë prezent me investime të mëdha në disa prej bashkive, përfshiktu Delvinën që pati dëmtime këtë verë nga zjarret, por edhe në Konispol, Selenic, si dhe Bashkinë e Vlorës dhe Finiq. Prioritet në këtë buxhet janë investimet, pjesën më të madhe të rreth 65% e zën investimet. Kemi reduktuar në këtë mënyrë pra veç pagave që mbulohen nga granti, kemi reduktuar apo kemi ulur shpenzimet operative në krahasim me buxhetin e vjetshëm për të dhënë përparësi investimeve. Dhe do të jemi prezent me investimet më dha, pothuajse në disa prej bashkive tona, sidomos bashkitë që kanë më shumë nevojë, si gjithmonë, duke filluar nga bashkia Delvin, ku do të financojmë infrastrukturën e rrugore të disa fshatrave, bile bëhet fjalë për disa fshatra ku u prekën dhe shumë dhe u dëmtuan nga zjarret në këtë periudhë. E pam të nevojshme dhe është një investim me goxha vlerë të lartë, po ashtu në bashkinë Konispol do të ndërhyjmë edhe aty në bazë një kërkese të bashkisë Konispol, do të ketë një financim që do të zgjatet në 2 buxhete, pra në këtë dhe në ata fatmesmin të 2027-s, do të ndërhyjmë por në bashkinë Selenic. Në fakt në bashkinë Selenic ne kemi qenë prezent dhe pritet të fillojë apo është nënshkruar kontrata e rikonstruksionit të urës Bratit. Ndërkohë që me një studim projektim, po të Këshillit të Qarkut, financuar nga Këshilli i Qarkut, është bërë mundur finalizimi i projektit të rrugës Vllahin, Amonic Vllahin, dhe do të financojmë apo bashkëfinancojmë me bashkinë Selenic segmentin apo lotën e parë të kësaj rruge. Në bashkinë Vlorë do të ndërhyjmë në rekonstruksion e rrugës së Babicës sipas një kërkese të bashkisë Vlorë. Pra siç e shikoni do të jemi pothuajse në të gjitha bashkitë tona, po kështu do vazhdojmë me Finiqin, me një kërkesë për një rekonstruksion fusha sporti dhe këndi lojrash për fëmijët, duke mos harruar asnjë nga bashkitë tona. Projekt buxheti i Këshillit të Qarkut në Vlorë për vitin 2026 është shumë i rëndësishëm, ndërsa do të prek të gjitha bashkitë që janë pjesë e Qarkut të Vlorës. Investimet do të shtrihen në një pjesë të mirë të tyre, por një fond të posaçëm do të ketë edhe për promovimin e traditës dhe kulturës në 7 bashkitë e Qarkut të Vlorës.